Drejtoria vendore e policisë Shkodër ka zhvilluar disa veprime procedurale gjatë 24 orëve të fundit në kuadër të parandalimit dhe goditjes së paligjshmërive. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 51 vjeçar banues në fshatin Çelës, i cili duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur në aksin rrugor Çerret Çelës, ka humbur kontrollin dhe si pasojë mjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti drejtuesi i automjetit ka pësuar dëmtime të lehta. Nga ana tjetër, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan një 63 vjeçar banues në Shkodër, i cili u kap duke ndërtuar një kapanon me konstruksion metalik pa lejem përkatëse, ndonë se ishte proceduar më parë penalisht për të njëjtin ndërtim të paligjshëm. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal në gjendje të lirë për një 47 vjeçar, i cili ka kanosur me fjalë një 65 vjeçare për motive të dobta, si dhe për një 53 vjeçar që ka fyer fëmijën e tij 64 vjeçe. Ndërkohë me datën 2 shkurt, një 26 vjeçar ka kallëzuar në polici se i është vjedhur motomjeti që e kishte lënë para banesës në fshatin Boriçi Vogël. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit. Të gjitha materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.